Sot u mbajt paneli mbi partneritetet publiko-private në Kosovë, ku shqyrtuan faktorët kyç të suksesit në këtë fushë të biznesit. Me nevojat në rritje për transport dhe shërbime, partneritetet publiko-private po dëshmohen si një model i suksesshëm zhvillimi. Diskutimi u fokusua në përvojën, qeverisjen dhe elementet që e bëjnë këtë model të funksionojë në kontekstin e Kosovës. Drejtori i aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, Adem Jashari, Gökhan Açikëz, foli për funksionimin e aeroportit përmes modelit të partneritetit publiko-privat dhe përfitimet që ky model ka sjellë. Stability is the key factor in PPP projects. Stabiliteti është faktori kyç në projektet e partneritetit publiko-privat dhe në bazë të përvojës sime mund të them që ky stabilitet nuk ndikon tek operacionet ditore, mirë po mund të ketë ndikim në kuptimin afatgjat. Për shembull, në rastin tonë, nëse ka një jo stabilitet, nuk mund të përmendim vështirësi ditore, nëse në një mëngjes një fluturim ateron dhe kaq. Mirë po, në kuptimin operacional është faktor kritik, sepse kur flitet për stabilitetin, ka dhe faktor të tjerë të cilat duhet merren parasysh. E përmendi zotëriu Kreshnik. Ne duhet përcaktojmë riskun dhe përgjegjësitë qartazi mes partnerit publik dhe atij privat. Është çështje kritike kjo, sepse kur shihen shembujt e ngjashëm në përbot, mund të vreni që rrisët disi transferohen apo barten tek partneri privat. Do shta për shkak natyrës së biznesit, mirë po, nëse ballafaqoheni me një problem në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, atëherë do të na fajson neve, sepse jemi pjesa e dukshme e këtij partneriteti. Ajo që duhet përcaktohet qartazi dhe më lejoni të jap disa shembull nga aeroporti. Ne pranojmë ankesa nga pasagerët. Ata thonë që gjatë pikut të sezonës, kur bëhet check-in-i, janë radhët e gjata dhe jemi vetëdijshëm për këtë situatë. Mi po, në ndërkohë, e dim që në kuptim të kapaciteteve e kemi arritur qëllimin. Kapaciteti ynë është 5.4 milion pasagjerë. Kemi pasur 4.6 vitin e shkuar. Duhet të zgjerojmë kapacitetet e terminalit. Duhet kemi një dritë gjelbër nga qeveria, nga shteti vende, nga shteti Nikoqir. Shpesh dëgjojmë nga miqt pse nuk ka fluturime për Madrid apo Miami, por kanë të drejtë, sepse ne jemi pjesa e dukshme e aeroportit, por nuk është në diskrecionin tonë. Që 15 vjetë po e bëj këtë punë dhe kemi parë 6 qeveri dhe është shpetët mirë, po ende po rritemi dhe për shumë në vitin 2011 vëllohem me 3 milion pasazherë. Në vitin 2026 kemi synimin të arrim 5 milion pasazherë. Pra kemi pas suksesi, që do të thotë se Kosova ka dëshmuar se ka trupa shumë të forta rregulluese, organe shumë të forta regulative, e kanë fjalën për partneritetin, autoritetin civil të aviacionit. Pra gjitha këto institucione qeveritare mendoj e kanë kaluar testin gjatë këtyre 15 vjetëve. Kuptohet, po përsëris ka hapësirë, ka vend për përmirësim. Ky është fakt, po prapë jemi në rrugë të mbarë. Yes, we should stick with the principle. Ndërsa Erve Bonën, menaxherja setëve dhe drejtor i ADLMS në aeroportin e Prishtinës, foli për faktorët e rrezikut në partneritetet publiko-private që kërkojnë vëmendje të veçantë nga investitorët. Projektet PPP kërkojnë zotime, investime, në veçanti kur bëhet fjalë për investimet në fushën e infrastrukturës. Ajo që është më rëndësi për investitorët është definitivisht që të ketë besim dhe vizibilitet
në veçanti kur bëhet fjalë për situatën politike dhe ekonomike në vend. Do të thoja se për nga perspektiva e huaj për menaxhimin e rrisjeve, investimet në PP në Kosovë definitivisht shihen përmes parashikuesmërisë politike, e dyta ka të bëjë me aftësitë institucionale dhe e fundit ka të bëjë me besueshmërinë apo qëndrueshmërinë rregullatore. Definitivisht për investitorët mendoj që sot politikat dhe parashikueshmëria janë faktorët më të mëdhaj që formsojnë besimin e një investitori për të investuar. Pra, çfarë do ndryshimi i shpejt, i pa parapar në masa tregtare, e tregtimit, e kështu me radhë, apo çfarë do jo stabiliteti ekonomik, apo çfarë do tensioni, themi me Serbinë, krijon pasiguri dhe do të ndikoj në perceptimin që e kanë investitorët dhe për përfitimet që mund të kenë nëse investojnë në Kosovë. Pra, ajo që kryesisht bëjnë investitorët